Shumë shpesh pyesim veten. A është fati i shkruar? Shumë njerëz besojnë se fati është i shkruar. Besojnë se gjithçka që do të ndodhë është vendosur shumë kohë më parë. Besojnë se jeta është një rrugë e paracaktuar dhe paktim. Por, ka një të vërtetë që ndryshon gjithçka. Edhe nëse fati është i shkruar, Zoti të ka dhënë lapsin në dorë. Ti nuk je thjesht një person që jeton jetën. Nuk je as shikuesi i jetës tënde, por ti je bashkëkrijuesi i fatit tënd. Je ti ai që e formëson jetën çdo ditë, me çdo mendim, me çdo vendim dhe me çdo veprim. Kur mbush një mendim me përkushtim, e ushqen me përqendrim dhe ngulit thellë brenda vetes, atëherë në heshtjen e brendshme Zoti e dëgjon. Kërkoj ndihmë Zotit. Kërkoj forcë për të realizuar mendimet e mira që ke sot për jetën tënde. Sepse ai i përgjigjet çdo mendimi i cili lind nga dashuria, nga sinqeriteti dhe nga vullneti i pastër. Fati nuk është një burg. Fati është një rrugë me shumë degë. Dhe çdo degë hapet me një zgjedhje, me një mendim, një vendim dhe një hap të vogël që ti e zgjedh të bësh, që ti vendos se nga të shkosh. Nëse beson se gjithçka është e paracaktuar, atëherë pyet e veten. A është e paracaktuar edhe mënyra se si mendon, si vepron dhe si ndryshon? Sepse nëse Zoti të ka dhënë mendjen, zemrën dhe vullnetin, atëherë edhe zgjedhjet e tua janë pjesë e fatit. Pra ti e ke mundësinë dhe fuqinë që të bashkëpunosh me Zotin në krijimin e jetës tënde. E ke mundësinë për të kërkuar forcë, qartësi dhe guxim që çdo mendim i mirë, çdo projekt, çdo dëshirë të bëhet realitet. Por mos lejo që zakonet e vjetra të mbajnë peng, që frika të paralizojë, që e djeshmja të vjedhë të nesërmen, sepse ti nuk je viktime e fatit. Ti je krijuesi i tij, je arkitekti i fatit tënd. Edhe Zoti pret vetëm një gjë nga ti: një mendim të pastër, të përqendruar dhe të mbushur me besim. Drejtoje fatin tënd. Vendos sot. Vendos me vendosmëri që të bësh atë që ndjen se duhet bërë. Dhe se nuk do të lejosh më që zakonet e vjetra të drejtojnë jetën dhe të kthejnë pas. Sepse sekreti i çdo suksesi është forca e vullnetit. Fati nuk është rastësi. Fati është ajo që ti vetë krijon. Mendo për një moment. Çfarë ndodhi me qëllimet e tua të mira, me ëndrat e tua, me ambicet e vitit të kaluar? A u shuan sepse mungoi vullneti, apo sepse nuk veprove? Mos e përsërit më këtë. Vendos sot që të mos dorëzohesh më lehtë, të mos rikthehesh pas dhe të mos e tradhtosh më veten. Planifiko kohën tënde. Mos jeto si një automat i drejtuar nga zakonet dhe rrethanat. Sepse ajo rrugë nuk të çon drejt lumturisë së vërtetë. Ti mund të ndryshosh. Ti duhet të ndryshosh. Dhe po, ti je i aftë të ndryshosh. Por një dëshirë e paqartë nuk mjafton. Duhet vendim, disiplinë, vullnet. Ti e ke krijuar atë që je sot. Dhe ti mund të bësh çfarëdo që vendos të bëhesh nëse përdor forcën e vullnetit. Zakonet janë burgje të padukshme. Ato janë më të forta se muret prej guri.
hi merr me vete kudo që shkon. Por mos harro. Ti edhe mund të çlirohesh prej tyre. Prandaj, vendos tani që të dalësh nga burgu i zakoneve dhe të vraposh drejt lirisë. Që nga fëmijëria jemi formuar nga zakonet, dhe pa e kuptuar jemi bërë robër të tyre. Por, momenti që e kupton këtë, atëherë është dhe momenti kur fillon liria. Mos e lejo më veten të thuash, nuk mundem, nuk më kontrollon, nuk di ta bëj, sepse e vërteta është kjo. Ti je më i fortë se zakonet e tua. Dhe po, ti je më i fortë se e kaluara jote, më i fortë se frika jote. Dhe nëse ti vendos, sot fillon gjithçka. Mos u identifiko me të kaluarën. Gabimet nuk të përcaktojnë se kush je. Edhe një jetë e tërë gabimesh mund të ndryshojë atë që je sot. Përsërite me bindje. Jam një fëmijë i Zotit. Jam një me të. Mendja jote është elastike. Nëse e ushtron me këmbgulje, ajo ndryshon. Zoti të ka dhënë më shumë forcë se sa ti mendon. Mos e shiko veten si të dobët. Ti e je një potencial i pafund. Yogananda tregonte se dhe ai vetë kishte zakone që e kufizonin. Kur përshkruante librin e tij, i shmangi rileximin të dërshkrimit. E shtynte, e evitonte dhe nuk donte të përballej me të. Por Zoti e disiplinonte me butësi, jo me forcë, jo me dënim, por në një mënyrë të mrekullueshme. Edhe kur filloi ta rilexonte, zbuloi diçka të bukur. Ndjeu kënaqësi, ndjeu frymëzim dhe ndjeu sikur po jetonte sërish ato përvoja të jashtëzakonshme. Në atë proces, ai mësoi të përballej me veten. Mësoi të përballej me çdo kujtim dhe çdo kapitull të jetës së tij. Yogananda ndërtoi shkolla, ndërtesa, kopshte dhe projekte të mëdha që prekën mira njerëz. Por sekreti i tij ishte gjithmonë i njëjtë. Forca e vullnetit. Jo rastësia, as fati i verbër, por vendimi për të vazhduar përpara. Edhe në fund, ai la këtë të vërtet që duhet ta mbaj mend dhe t'ia kujtojmë vetes çdo ditë. Fati nuk është gjithmonë diçka që të ndodh. Fati është dhe ajo që ti krijon. Edhe tani, pas gjithçkaje që dëgjove, ndalo për një moment. Shikoje jetën tënde. Jo atë pjesë që të ka ndodhur dhe ti nuk mund ta shmangje, sepse nuk vare nga ti. Por shiko atë pjesë që ti vete ke krijuar. Vendimet që ke marrë, rrugët që ke zgjedhur, momentet që të kanë ndryshuar. Në këtë jetë, disa gjëra ndoshta janë të shkruara. Nuk zgjedhim gjithçka që na ndodh, por gjithmonë zgjedhim si përgjigjemi, si ecim drejt tyre, zgjedhim si duam, si ndryshojmë. Edhe pikërisht aty, në ato zgjedhje të vogla, është forca jone e madhe. Sepse ajo është në duart tona. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Po ti si mendon? Si e ndjen? A është fati yt i shkruar që në fillim, si një rrugë që nuk ndryshon kurrë, apo je ti ai që e krijon çdo ditë, me çdo mendim dhe me çdo veprim? Apo ndoshta fati është një bashkëpunim mes teje dhe Zotit? Një pjesë e shkruar në heshtje dhe një pjesë që pret të marrë formë nga zgjedhjet e tua. Mbase përgjigjja jote sot mund të jetë më shumë se sa një mendim. Ndoshta pikërisht ky moment është fillimi një fati të ri. Është momenti kur ti fillon ta shohësh dhe ta shkruash ndryshe fatin tënd.